shoqen dhe ndjekin rrugën e tij, sunnetin e tij, po ashtu përpiqen që të ecin dhe të ndjekin gjurmët e tij profetike deri në ditën e fundit. Nuk ka as pak dyshim vëllezër, sa atë që Allahu xhelleshanu në rrugë të drejtë udhëzon, nuk ka kush që nga ajo rrugë ta humbë, largon, lajthit dhe devijon, dhe atë që Allahu xhelleshanu me të drejtën e tij, me urtësinë dhe butësinë e tij e humbë, nuk ka kush që e udhëzon. Dhe fjalët më të mira janë të Allahut, udhëzimi më i mirë është i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë bidatet, risit, të cilat çojnë në humbje. Humbja çon pasaj në zjarmin e xhehenemit, Allahu të gjithëve nga ai na mbroft. Vëllezër të dashur në Islam, s'ka dyshim se dita e 17 e muajit të bekuar të Ramazanit figuron dhe tregon diçka të madhe, diçka madhështore. Për arsye se ka ndodhur një luftë madhështore, një luftë gjigante, Ghazwatu Badrin al-Kubra, beteja e madhe e Bedrit, në vitin e dytë sipas hijretit, pasi që erdhi Muhamedi alayhis salam në Medinë, vitin e dytë, muajin e bekuar të Ramazanit, apo sipas kalendarit që ne jemi mësuar me ecur, dikund viti 624. Dita e Furqanit, ku takun besimtarët me jo besimtarët, të dashurit e Allahut me armiqet e Allahut, besim drejtit me besim kotët, të devotshmit me të devijuarit, njerëzit më të mirë në rruzullin toksor, me njerëzit më të këqij të rruzullit toksor të asaj kohe. Edhe pasaj që ka vinë të umetit të Muhamedit a.s. deri në fund, përjashtim ato të cilët e pranun Islamin. 313 vetë besimtar, gati 1000 vetë mushrik. Por vëllezër, mos mendoni se unë do të vazhdoj të flas për këtë luftë, për arsye se s'ka dyshim, kjo është çështje histori. Muslimanët fituan me ndihmën e Allahut, me nasrin, me fitoren e Allahut subhanahu wa taala. Por për këto inshallah do të flasim ndoshta para namazit të yacis sot, por do të flasim për diçka e cila është përsëri e madhe. Kjo lufta e Bedrit është informacione, ka edhe dobi. Për arsye se është biografia, sirja e Muhamedit alayhis salam. Por ne duhet të flasim për diçka vëllezër, çka ka të bën me ne. Edhe ajo ka të bën me ne. Po ne jemi tash në pragun e 10-shit të fundit të muajit të bekuar të Ramazanit. Kur e ndëgjojmë 10-shin e fundit, a i kthena vetit me thonë që ka thot për ki 10-shi fundit, po vallahe. Në prag, në 10-shin e fundit, në netët më të mira të vitit, thot Aisha radiallahu ta'ala anha, kane Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghayriha. Thot Aisha, ajo e cila e njihte më së mirti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tha Muhamedi alayhis salam bonte ijtihad, e jipte mundin, e jipte maksimumin në 10-shin e fundit të Ramazanit, ma shumë se sa që vepronte ditët dhe netët tjera. Prandaj dhe Muhamedi alayhis salam tha, përse e bonte këto? Thot sallallahu alaihi wasallam, taharrau lejletel qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Kërkonja, lipnja, përpiquni t'ja qëlloni natës së kadrit në 10-shin e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit. Po vëllezër, thot pejgamberi alayhis salam hadithin që e kena ndëgju çdo herë kur vjen muaji bekuar i Ramazanit, më shumë se një herë. Po unë do të flas për sekretet e hadithit. Përsëri thot Aisha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashru shadda mi'zara wa ahya layla wa ayqadha ahla. Që tre gjoja sa të lehta për me shqiptu. Kur hinte të 10-shi i fundit, Aisha radiallahu ta'ala anha
Muhamedi a.s. e shtërgon të rypin. Thot, çështja e epshit, tash se ka kohën, nuk e ka vendin, jemi në 10 e fundit. I largoheshte në atë mënyrë, në atë kuptim grave të tia, për asje se bon të i'tikaf, vëllezër. I'tikafi e ndalon të nga jo. O ahja lejle, e kalon të natën e ti me ibadet, ahja e nxalli të natën, ka shumë njëzë nxalli natën, me të vërtet, po jo me ibadet. O ajka dhe ehle, dhe e zgjon të familjen e ti, hajde, nëse flishi pak quj, tash vëllezër, që sa vite në gjemë këtë hadith, pi që është e madhe, përgjegjen si cili prej nesh e din, unë filloj prej vetës time, edhe ju prej vetës tu i filloni. E din qka ka vepru Muhamedi a.s. Qka? E shtërgon të rypin, natën e gjallëron të me ibadet dhe e zgjon të familjen. Prej kur e din këtë hadith? Që 10 vite, 15, 20, bohu i sinqert me vetën tënde, edhe unë, edhe si cili prej nesh, a e ke zbatu këtë hadith? E hadithin e din për mensh. Ka vepru Muhamedi a.s. E shtërgon të rypin, e gjallëron të natën, edhe e zgjon të familjen. A ke vepru këto të trija, s'pa ku di prej këtire, ose një prej këtire. A ke bo njënën prej këtire? Që që vëllezër, ku jemi ne me Muhamedin sallallahu aleyhi wa sallam, inna fetahna leke fethan mubina li yaghfira leka Allahu ma të qaddeme min dhembike wa ma të akhar. Allahu Gjelleshanu tha, ne të qlirun të i qlirimin e math Mekken, e Allahu ti të t'i falë mëkatet e kaluara dhe adhët të arshmet me Kur'an. Prandaj Muhamedi a.s. mëkatet i kishte të falura, që ka bonte. Jo vetëm vëllezër se unë i kom po hajtash, po ai me qëllim e bonte këto, se donte edhe më tepër të jetë i afër me Allahut subhanahu wa taala. Sunja te kalon ati askush me ibadet. Jo prej sahabeve, pas edhe prej profetëve, askush. Ne e dim tham hadithin, kur e ke zbatu? Njënën prej tira e ke zbatu, bëhet fjalë për 10 jo me pritë Allah kur vjen nata 27, apo vjen nata 25, apo e 29, jo, 10 e fundit, kështu ka vepru Muhamedi a.s. edhe natën e 22, edhe natën e 24, 26, 28, 30, që këto e ka buaj, edhe ato tek, po se po. Por ne, a kena vepru një gjotë të tilë, do të kthejna kjo puna e veprës, do të kthejna të puna e dijes. Se vëllezër kjo, të 10 që i fundit, na udhëzojnë neve në digjëra, në vepra, që ka vepru pejgamberi a.s. Ta është e puna e dijes. Problemi ma i madh se shumicën prej nesh të dija i mungojnë. Vepra edhe dija. Pse dija? Allahu Gjelleshanu kër e filloj surën, tha, inna enzelnahu fi lejletil qadr. Ne kemi zbrit Kur'anin, prej lauhul mahfudh, në qilin e dënjas, në natën e kadrit, Ibn Abbasi thot, po ashtu ka fillu edhe shpallja par Muhamedit a.s. në natën e kadrit. Natë e fuqishme, kadr. Gjuhën arabe kadr është që është e fuqishme, por edhe kadr e cila ka vlerë shumë të madhe. Çka thot pasaj Allahu Gjeleshanu? Wa ma edrake ma lejletul qadr. Pse këtu ka lidhje ditunia? Wa ma edrak. A kiti dituni për natën e kadrit? Çka din ti për natën e kadrit? Ne din për natën e kadrit shumë, por Allahu Gjeleshanu çështja në dituri se ka pas për qëllim dituri bindse. Ne kemi dituri, por ndoshta nuk na bindën dituria shumë. Prandaj Allahu Gjeleshanu thot, thumme le tarawunneha ajne l'jekin. Pastaj para kësaj çka thot? Ilme l'jekin. Dituri bindse. Me qeni bindur për natën e kadrit se e ka vlerën e madhe. Wallahi nëse ne bindemi dhe kemi dituri bindse për natën e kadrit, ne nuk dhe të kështë marrë gjumi kur dhe të vinë të 10 që i fundit. Ne kemi dituri, por dituria nuk ka arrit jetë bindur. Me na bind neve se me të vërtet që ashtu është. Ne hadithe dim shumë. A beson hadithe që ka dim ne për natën e kadrit, edhe prej sahabive nuk i kanë dit ato, jo si cili, po ka pas prej sahabive di hadithe
3 hadithe ka ditë për çështjen e natës së Kadrit. Ti i kije, mashallah dietarët, ti kanë radhitur hadithet që kanë të bëjnë për natën e Kadrit, 10, 15, 20, ti lexon prej të njëjtit të tjetri, prej të njëjtit të tjetri, a mediton të një hadith, e Allahu na urdhëron të thot, wa ma adraka ma lejletul qadr. Kur e sheh që s'kena dituri për ato, nuk mundet ta dim, na ndihmon Allahu thot. Lejletul qadri khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit, veç që tregoj thot Allahu pak, është më me vlerë, ka më shumë pesh, është më e mirë, është më e khairit, është më e bereqetshme, edhe më shumë se 1000 muaj tjerë. Radhit 1000 muaj, pastaj nata e Kadrit. Radhit 1000 muaj, pastaj nata e Kadrit. Nata e Kadrit është më e khairit se ato 1000 muaj tjerë. Prandaj Allahu xheleshanu bën pyetje thot: "Wa ma adraka ma lejletul qadr." Dhe nuk ka kjo vetëm ta lexojmë edhe të kalojmë. Allahu thot: "Ej, forcohu diturin, përpiqu, lexo, medito që dituria jote të jetë bindëse." E kur rat dituria bindëse, çka thot Allahu? Dhalika al-kitabu la rayba fi. Ej, kur filloni këtë Kur'an, s'ka dyshim këtu. Këtërej të gjitha janë të fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Prej Allahut të Gjibrilit e Muhamedi alayhis salam të ummetit ti, la rayba fi, nuk ka dyshim të fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Allah thot besimtar janë ata të cilët besojnë në Allahun, besojnë në të dërguarin e tij dhe pastaj fare dyshimi nuk kanë. Nuk kanë asnjë njoll dyshimi në Allahun subhanahu wa taala se është një dhe i vetëm, në emrat cilësitë e Allahut të xhelleshanu, në veprimet e Allahut xhelleshanu, edhe në Muhamedin alayhis salam se ai është robi dhe i dërguar i fundit, më i dashuri i joni, edhe se vetvetja, se pasuria, se familja e kështu me radhë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa ma adraka ma lejletul qadri, lejletul qadri khairun min alfi shahr." E dobishme është, e khairit, ka vlerë, edhe më shumë se sa 1000 muaj. Që Allahu këtij ummetit me këtë jetën e shkurt i ka dhonë mirësi të mëdha që valla nuk e kanë pas ato më herët. I ka dhonë vepra të lehta me disa fjalë përmendjen e Allahut subhanahu wa taala, e mbjellën ti një dru hurme në xhenet. Subhanallahi wa bihamdihi. U mbjell druni hurmës, veç të pret ti çkojsh, edhe të hashtoj subhanallah, që këtë hurme ku mbjellën e prej dinjoje, kur kom thonë subhane rabbi el adhim, apo subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi el adhim. Që çfarë i ka thonë Allahu xheleshanu këtij ummet? Jeton pak, po ka hajër. Jeton pak, po e ka thonë Allahu xheleshanu që festa jon të jetë para gjithë atyre. Edhe pse kishim profet para nesh, por ne e kena festën para çifutëve, edhe para të krishterëve e kena festën dita e xumosh, festa jon. Jo vetëm kaq, kjo ndinjo, shiqo, ummetit Muhammed sunjat te i kalon askush. Ndinjon e gëzohen atë parët, plus asaj që jetojmë me bindje, me siguri që jena në hak, jena rrugën e vërtet. A di çka do thotë thjesht rrugën e vërtet? Udhton 5 parë sjep, edhe pse shkon për herë të parë. Ama je i sigurt se ke hup rrugën. Imagjinoj i cili është në dyshim, shkon me një vet, del prej autobanit, kthehet prap, pit njerëz, hin prap, del, ai nuk ka emën. Allahu ka thonë ato që e besojnë Allahun, lehumul emn, ato janë të sigurt, pse e kanë Allahun xhelleshanu hak. Ti e njeh Allahun se ai është një. Pitit krishterët dhe të folin për tauhid. Baba është gjali është baba, po mirë, kush e lindi ato, po baba, pa i gjali është pa ka qenë para babës, ka qenë, po kur ka lind? Wallahi, dietari më i madh i atyre zin me dhon përgjigje. Bilaj papa që ishte para u dërzu, tha këtu mos na vetni për këto se as ne nuk e kemi qartë. A muslimon, a e kanë qartë Allahun? La ilahe illa Allah. Kul huvallahu ahad. Edhe të pushon zemra. Nuk ka nevojë ti thajsh dhomët 1 orë, 2 orë, ti mashtresh njerëzit që bëjnë ato të tjera. Pse? Sa i cili s'ka argument, a i flet shumë. A i dini kur vin, kush ka qonë, po si cili prej juve, piqet, në provim, a i cili din, trak, i përgjigjet, edhe nuk ka nevojë edhe me mbush 4-5 faqe. A i cili s'din, a i gjithë librin e shkruan, edhe ma në fund ngelen, se që ka qëllu asaj. A besimtari, pak disa strofa, disa reshta edhe u kri. Prandaj besimtarët ummeti Muhamedit alayhis salam
kanë dijen Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhalika al-kitabu la rayba fi. Lejletul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha. Ati zbresin melekët. Pse zbresin atë natë melekët? Pse është madhësi e madhe, vëllezër. Është dhunti e madhe, është hajri i madh, edhe melekët zbresin. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu. Gjibrili a nuk është melek? A nuk mjafton të Allah thonë të tanazzalu al-malaikatu edhe Gjibrili është melek? Por ekstra Gjibrili, pse ai ka të bone me këtë natë? Ma shumë se tjerët ka të bone. Pse ka të bone Gjibrili? Ma shumë se melekët tjerë. Se aje ka zbrit këtë Kur'an. Dhe Kur'ani ka zbrit në natën e Kadrit. Dhe aje është prisi melekëve thot. Unë e zbres ekstra Allahu mu më ka emërtu. Se unë e këtë Kur'an e këm zbrit. Unë e këtë Kur'an ja këm zbrit Muhamedit a.s. Mbrenda 23 viteve. Warruhu. Bi emri rabbihim. Me urdhrin e Allahut. Jo ashtu si donë ato. Allahu thot zbritni. U krejt, a shoni për pjetë. Selam, ajo është paq, nat e rahatshme, nat e lezetshme, nat e begatshme, edhe ijet që godasin gjinët atë natë shejtanat pushajnë. Çdo gjë në qiell është e rahatshme, paqe ka edhe në tokë edhe në qiell. Selamun hiya hatta deri kur matla'il fajr. Pse ka cek Allahu matla'il fajr? Edhe në fillim tha inna anzalnahu fi lejletil qadr. Shiqoni vëllezër, duhet Allahu na mëson Kur'an prej kur fillon nata. Prej kur perëndon dielli fillon nata dhe çka tha? Hatta matla'il fajr, dhe deri kur del agimi kur fillon dita tjetër. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot wa idha sa'alaka ibadi anni. Allahu të vendon dhe të afron me diçka shumë të madhe, por shumë e lezetshme thot. O robim, nëse ti pitëm për mu, unë jam afër. Inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Allahu thot, unë i përgjegjem lutjeve të atij që lutet kur ai mu më lutet. Allahu çka thot, a ki lutje? Përgatiti lutjet. Çka ki nevojë? Tregon mu thot Allahu subhanahu wa ta'ala. A ki e vujtje? A të lodh dikush? A ke preokupime? A ki halle? A ki brenga? Unë i përgjigjem thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Ujibu da'wat ad-da'i me kusht idha da'ani. Pa ndërmjetësues, falyastajibu li, edhe ato le që nështërojnë urdhrave të mia, wal yu'minu bi, me qenë me bindje, me besim në Allahun, wa la'allahum yarshudun, që ato të jenë të udhëhequr në rrugën e drejtë, në siratil mustaqim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa